Në patronatin e kryetares së komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, me një ceremoni solemne është shënuar 60 vjetori klubit të handbollit Vllaznimi. Fillimisht u paraqit një dokumentar mbi historikun e këtij klubi, përfshirë këtu sfida dhe rezultate ndër vite. Në fjalën e tij të rastit, themeluesi si dhe trajneri i klubit Ismail Berisha theksoi kontributin e madh që kanë dhënë handbollistët dëshmor si dhe martir të kombit. Në këtë luftë kanë marrë pjesë edhe 6 handbollistë. Agron Kërëziu, Oran Lusha, Bekim Dashi, Afrim Voti, Milo Droka dhe heroi Bashkimit Driti. Në Gjakovë janë luajtur shumë ndeshje ndërkombëtare. I luajtë kvalifikimet e fundit për botrojnë një 2016. Pra mund të them se është bërë një qendër e handbollit në Kosovë dhe këtë tu i falenderoj mirë kuptimit që ka gjetur edhe Federata e Handbollit të Kosovës. Ndërka që para, komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, u shpreh lumtur që në këtë përvjetor pas 8 vitesh ndërprerje, por rikthehet turneu memorial ndërkombëtar Bashkimi Drizi. Është nder dhe kënaqësi e veçantë për mua si kryetare, sonte të jem pjesë e këtij 60 vjetorit. Klub ky, i cili për shumë vite ishte vatër e talentëve, sportashve, si dhe në vazhdimsi sportit kosovar dhe mbar kombëtar, i dha emra të cilët dëshmuan në garat e nivelit më të lartë. Sonte, secili nga ne, nga ajo çfarë u prezantua, ka mundësi të kuptoj, nga përmbledhjet dhe nga anëtarët e klubit ndër vite, për rëndësinë e klubit të zemrës, për sfidat dhe sukseset në vite. Në këtë manifestim për punën e këtij klubi ndër vite folën edhe sekretari i Federatës së Handbollit të Kosovës Izet Gjinosi, si dhe kryetari aktual i klubit handbollistik Vllaznimi Brendon Nikoliçi. Klubi i handbollit Vllaznimi i Gjakovës është ndër klubet më të vjetra të Kosovës. Andaj edhe gjitha rezultatet e handbollit kosovar janë ngushtë të lidhura me emrin e këtij klubi. Të jesh pjesë e klubit të handbollit Vllaznimi është një privilegj. Si për mua, si dhe për gjithë ata të cilët me gjenerata të tëra japen kontributin në format të ndryshme. Në fund të kësaj ceremonie u ndan mirënjohje për kryetarin e komunës, drejtorin për kulturën dhe sport, lojtarë, anëtarë si dhe përkrahas të klubit Vllaznimi, si shenjë falënderimi për kontributin e dhënë ndër vite për këtë klub. E pas kësaj të gjithë pjesëmarrësit patën rastin të shohin nga afër ekspozitën me fotografi të klubit, si dhe lojtarëve ndër vite që nga themelimi i tij.